për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio, jo pa entuziazëm, të cilën dëshiroj t'ua shpërndaj edhe ju në këtë fillim dite. Tillë është ndjesia kur takon njerëz që ditës I japin shumë ritëm. Ndoshta sepse në hapat e tyre ka gjithmonë një optimizëm në realizimin e shumë projekteve dhe mendimeve. Tillë është edhe e ftuara ime. Gjithmonë në lëvizje, në kreativitet, në bashkëpunim, në gjithë përfshirje, në hapësira që rokin horizonte të reja. Përndryshe nuk do të ishte tillë ecja e saj në rrugën e sipërmarrjes të artizanatit, është një ecje që të frymëzon. Po të frymëzon me bashkëpunimet që ajo ka, me mjeshtrit që ajo zotron dhe që gjithmonë nuk I ndalet sfidave që ditët vijnë përballë saj. Është thjesht një ravizim I shkurtër I portretit të së ftuarës sime, zonjës Meliha Zyberaj, e cila sot ka ardhur në studion Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se ke ardhur, Meliha. Mirë se u gjetme, ishte kënaqësi për mua që vi për herë dytë këtu. Po sepse gjithmonë ke tregues të aktivitetit tënd, një marrëdhënie që gjithmonë shtrihet, gjithmonë jep një tjetër mendim. Si ndjehesh në këtë marrëdhënie shumë plançe me njerëzit, me projektet që realizon, me çdo gjë që të rrethon? Kam punuar dhe kam marrë projekte fal bashkëpunimit me gratë e vajzat e zonës aty ku jam unë. Në Vaun e Dejes. Në Vaun e Dejes, kam I bashkëpunim të shkëlqyshëm, kam da gratë mrekullueshme faktikisht, edhe na kena marrë disa projekte, në Bashkimit Evropian, të ambasadë suedeze, të Gizi Gjerman, kena marrë projekte të ashtu. Tash I kena marrë dhe një projekt me Lëviz Albanin. Sa bukur. Përmend disa projekte të cilat realizohen në mënyrë paralele, në mënyrë intensive, do thosha, që përfshin gratë, por jo vetëm gratë, edhe të rinjtë e zonës. Tani kena më të rinjtë në iniciativë. Kena marrë një projekt nga Lëviz Albania. Kena përfshi 6 shkollat të Bashkisë Vaudensit, që janë shkolla Laçit Vaudensit, e Mjedës, Pistullit, Bushatit edhe Hajmelit. Me trit kena marrë me 30 viteve të reta. Është një interesim I papam, na kena bërë prezantimin për çdo shkollë projektit edhe nuk e pritin atë rezultat faktikisht. Ishte një rezultat I dyfisht, si thush, interesi ishte shumë I madh. Dhe tash I kena vazhdu, janë të bërë prezantimet te qendra artizane të Vaudens, ku aty kena marrë një ambient me qira bashkisë, që ishte një, na kena ambulanca, dhe bashkia na ka dhënë atë ambient, edhe është një ambient, që me thonë për ne gratë është një super ëndër e realizume, dhe është një falenderim I takan kryetarit bashkisë, do të them, që sinqerisht na ka mbështetë. Mark Babanit, I ta ka një falenderim kështu I veçantë. Po pa bashkëpunim nuk bëhen, apo këto projekte? Jo, pa bashkëpunim, tash kena bashkëpunimin shumë mirë me bashkinë, na ka mirëprit aq mirë. Thatë që projekti që ju mendoni të filloni së shpejti ka tërhequr vëmendjen. Në çfarë sektorësh do zhvillohet ky projekt? Zhvillohet në tezgja, qëndisje, parukeri, kena qitë dhe elektricistin. Po na kanë kërku edhe kurse tjera që na aq mundësi kishna, aq ishte fondi. Ishte fondi 8 milion, dhe nuk kishna mundësi ma shumë me bë me qitë kurse tjera, po na kërkojnë edhe kurset e guzhinës, edhe kurset e berberit që na se kena qitë, po na kërkojnë kurse shumë tjera, po inshallah me vazhdimsinë jo realizojmë edhe këta dhe. Po si lindi ideja që ju të merrni pjesë pikërisht në ideja lindi se vajzat kishin interes, vishin vajzat për të ditë të pyeta, ka kursa, ka
gjana dhe kjo ishte si një ide edhe ta trashëgojmë traditën e për brezët, se brezët i fije po e lanë mazdore tatë, po nga që kanë fillu të ardhë vajzat e djemë të ri të interesu për këta kurse, pse mos ta bëjmë. Vi qanë vaudejs. Edhe aty jeti. Ajo që i drejton, që i organizon, që i realizon, që aplikon, më bën shumë përshtypje, sepse një grua, natyrisht edhe më mbështetje, që ka krijuar me punën e saj, mund të realizojë të tilla sipërmarrje. Si ndjesh kur aplikon, të aprovohet, e paraqet? E paraqes edhe nuk është se kam ma shumë, e hedhi një aplikim, ku e shafa aplikaj, e mora se mora nuk kthejhëm mrapa, e vazhdoj prep e hedhi dikun tjetër, nuk e lanë atë projekt shkojnë, mos ta marrë, pse mos ta marrim, pse mos ta zhvillojmë, është një zonë që sa ka nevojë për ma shumë projekte, për ma shumë nimë. Sa është zonë rurale, zonë që vajzat ka nevojë shumë, e gratë e reja për punë. Pse të vini vajzë në Shkodër, e të punojnë që aja koha është shumë e shmume që nadje nisin 6 e të vinë 7 këto, është shumë e shmume për i gru, kurse të vjen 7 në oratë punës dhe delën të Po mirë, interes ka në zonë, ka mundësi për aplikim punë pastaj dhe ka pikrisht të rinj të cilët nuk kanë emigruar, por mendojnë që ta ndërtojnë jetën e tyre aty. Me këto gjanat, kurset e trajnimet, unë kam punësu 5 të rinj janë aty. Janë një djalë që marret me këta programet e kompjuterit e me gjanat, sa nuk jam se i ditë e tane dhe jam mosha më thëmë i bënd vetën. Kam edhe 4 gra që janë punë aty që punojnë, që janë punësume me rregulla me tëna. Dhe mendoni të filloni shumë shpejt këto kurse, apo? Kurset vjen në vazhdimim, kena dhe 2 takime, 2 prezantime, dhe tash fillojmë prill, maj, se kena qitë edhe primin e mnafshit. Të ndalemi aty, po? E kena bë provat, tash do të fillojmë. Kena këtë mars, kena takimet me klasat që do të vinë qendër, që të shofin qendrën, që të vendosin se kush do të hinë për parukeri, kush për qenistari, kush për të zja, kush për elektriqis që ta dojnë fëmija, të vendosin, dhe të fillojnë. Diçka shumë e bukur, që ngjall dëshirën, që frymëzon për punë, apo jo? Shumë, është një diças një risi për atë zonë, faktikisht, është një risi e madhe që të rritë, edhe të angazhohen, po se tanë nuk do të shkojnë në shkollat naltë, tanë nuk do të bëhen tanë doktora, tanë mësus. Po, jeta ka nevojë pikrisht për këto profesione. Për profesione, edhe se janë, unë kam vajza që jam e shkollë të naltë, po kursin e të zgjajt e ka ba aty. E ka marrë si zenat 2, plus punon në shtëpi, kam grave që punojnë edhe për shtëpia me kodë pjesme. Kështu që në një farë mënyrë e ke kontribuar në punësimin e shumë grave dhe vajzave në zonë. Ke shumë bashkëpunëtore? Kam shumë bashkëpunëtore, bashkëpunoj me gjithë, nuk e kam... Dhe gjitha nisi aty ku Meliha Zyberaj filloi si artizane vetë. Kjo është një mrekulli, apo jo? Si shkon ky sektor? I artizanatit, aty tek qëndisia, tek pëlhura. Unë fillimisht e kam fillu me organa, kam qep organa në ambjente shtëpie, se isha të rritë fëmijë dhe atyre avash bane kurshqenësie dhe vazhdova moda mundësie me hapi i vend vogël sa ku me punu, vazhdova pak qenësi, jo të zgjahi, jo ishte interesi i grave që kishin jo për kurse, jo për gjana. Dhe vazhdoj kja, avash, filloj të uziru, unë ja kam fillu me i makinë të vogël të thjesht, unë të shi kam arrit, që kam le makina me kompjuter, me gjona jam. Sa vite ka kjo e curi, që nga fillimi? Kjo e curi ka rrëth 22-3 vite, ka që kam vazhdu, bile unë, të thonë, unë kam shqip organ, faja ja ishte martu para 22 viteve dhe ka orë ka përrosit një organ qepën me dorë që faktikisht janë ma të pak të organë. Po, se të ashti janë të gatshëm. Aja ishte kliente para 23 viteve dhe ka orë dhe unë jam të do të punoj edhe do të qesë punën në Facebook të punu që e kanë kërku mos 20 viteve klient, je ka orë prepe ka kërku.
Meliha shpesh mendoj që tradita është diçka shumë e vyer, shumë e çmueshme dhe puna e dorës duhet të vlerësohet shumë. Apo ja? Po, unë traditë kam nga nana, se nana jena rritë me këtë punën e dorë, sa jena kënë 8 fëmijë, 6 vajza 2 djemë dhe normalisht koha kënë e vështira tjerë. Nana ka punu, ka bo qëllima, ka bo orgosa, ka punu me grep. Kina rritë edhe klymin e mnashit, thoshe kina rritë në shpina, kina një munanen me mlel gjatë e manit, se ishna të vegjël atjerë edhe se një familje më se punëtore. Por që puna nuk ju ka mundur, nuk ju ka krusur, por përkundrazi ju ka rinu akoma më shumë. Puna të rinan, puna tje forcë, dhe shpësa është kja pandemina, se kina nalua si ditë punën, si që thash ambienti është shumë i mirë dhe i kina dhomat e ndame, fatmirësisht nuk kina pas probleme. Keni bërë shumë kujdes dhe bane vazhdimisht kujdes. Me maska, me shumë dhomat e dame punëtore, gjithë e cila kena nga një dhomë vedje të që punojmë aty dhe nuk është se kena kontakte. Që është shumë e mirë, shumë e bukur. Shëndet paqë gjithmonë. Po mirë, Meliha, përmendet shumë projekte. Gjë që e ka rritur rrugën tuaj. Nuk keni qëndruar në një vend, nuk keni qëndruar vetëm në një hapësirë, përkundrazi. Ju gjithmonë zgjeroni idetë, zgjeroni bashkëpunimin. Nuk rrim. Tash i kam hapë një kontore që i ka ba kursin të unë edhe ashtë të trajnua, ja ka hapë biznesin e vetë edhe ja hinin e për projekte edhe ja arriti që të marri një projekte të vazhdojnë punën e vetë, jo vetëm unë. Të marri projekt, po dhe punëtore të nëzis që t'hinë se ka projekte, sidomos për të rritë ka pa fund. Për të rritë ka projekte pa fund. Ti je gjithmonë në qendër të këtyre me interes për të marrë informacion për projektet? Për projektet. Si kontakton pikrisht? Në për rrjetet sociale. Facebook, Instagram, ko shohim thirrje, se thirrjet lançohen gjithkohë në hapën, aty kontaktojmë në ashtu dhe ka thirrje pa fund. Ka thirrje pa fund, sidomos për trite, pra edhe ne për ne ka, po për trite, për trejet, kush dhe me hap një biznes, kush dhe me baj punë, mundet, me i projekt, me i grand vogël, mundet me vazhdu dhe me zjeru. Sinqerisht më bën shumë përshtypje. Pikrisht kjo fërmarrje shumë e gjarë e jotja. Ky vështrim përtej së sotmës gjithmonë. Kjo të ka bërë që të ecësh vazhdimisht. Tjetër të janë që janë një grand sa do i vogël tjetë për një grua shumë të hapin biznesin, nuk ka të se mbështetje familjes, aq ekonomi kena dhe së janë nështë me të hapi ashtu, po kur ka një gran, një ka një shtys, edhe një gru mundet, edhe ja del mundet. Kur qohesh mëngjes, çfarë mendon? Me ba gjitha ato punë të rreth e rrotull, apo ke ndonjë mendim që të braposh ai stacion që ty ndoshta të ka shku në mend që një herë bëj diçka të re, qes një diçka të re, qes diçka ti dikun që të qesi diqa të rejnë që ose unë kam si vjetë krymin e menashit, më mendoj për diqa të rejtë, bëjmë diqa plus atë në qendër, që ta bëjmë. Sa bukur. Po me mbjelljen e manave, si jeni? Mbjelljen e manave të që fillojmë se ishte ftofti edhe agronomi nuk në lejojnë fakti mjedhim, edhe tha ti mjedhim pranë verë, të që i presim, ka marsit i mjedhim edhe të vazhdojmë. Mi kina mjedhë dhe aty të rrëth rrotull, ku kina pas tokë tonë, ati kina mjallë, po atë tokën që në ka ba kryetari i bashkisë, presim dhe shi, se ishin njërë fidanat, ta mos në i kapi ngricat nga që kishte ngricat. Për sa kohë mund bëhet një man për të përta? Një man për gjithë, për 2-3 vjetë bëhet, 3 vjetë arrit me i ba, gjithë sa për... Ndërkohë që ai projekti i Krimbit Mdhashit është shumë interesant, apo ja? Shumë interesant, presim që ose na do të aplikojmë edhe zot në alna, që të blejmë makinerit, që të aprodhojmë, të djarën fijen vetë, të bojmë gjithë botën në qendër, mos shkojmë kërkon edhe fijen toni, jo vetëm na, po edhe të shesim në për
Si në Shqipëri e jo Shqipëri. Janë disa procese. Ka disa Natyrisht, çdo gjë fillon me atë dëshirën tuaj. Po, normal. Por ju keni afruar rreth vetes edhe gra që ecin me ritmin tuaj, kanë dëshira pune të mëdha. Kam edhe gra moshat vjetra që vinë e mësojnë të rejet, kam moshat 60-65 vjeçe, kam 3-4 gra që vinë e në mësojnë, se ka gjona që na nuk i dina. Në mësojnë nash. Për krimin e mnafshit? Mnafshit, për krimin e mnafshit. Cili sekreti më i veçantë i krimit të mnafshit? Sekreti, ka shumë sekreti, që është se i vogël e derisa gjatë rritjes e gjatë ashtu ka shumë sekreta ai, edhe është për një muj ditë është si ti shërbesh që një fëmijë i vogël, duhet me trajtu tamam si një fëmijë i vogël, ta ndërrosh, ta pastrosh, Çfarë thu? si fëmijë i vogël, si ata bebat e vogël do të mundru mu pastru, do të pastru çdo ditë gjathi, do në shoh, ka ditë që flen gjumë, 2 ditë, 3 ditë nuk zgjohet për gjumit, do në ushqy 2 herë në ditë, mies edhe ndarë. Me çfarë, si ushqim? Me gjathin e manit, vetëm gjathin e manit. Po mirë, tani që si e siguroni këtë? Ka mana zona ka mana zona ka, nuk ka të mjedhë në çdo shtëpi ke unë, për çdo shtëpi kam shku si mjetë, kam marrë mama dhe nuk ju bëna se gja merë Po në kohën e dimnit, si? Ja, nuk ashtë vetëm një muj kë, vetëm muj në maj, deri në qershor. Vetëm një muj e ka, atë masi mujt nuk mundet mase. Ashtë përshohet gjathi, asë mundet me hangër, sa ti dhe në gjathin ka maj butë. Mjeshtrin vete. Ndërkohë që një sektor është mbledhja e këtyre gjetheve. Po, për rritje aty, pastaj derisa të bëhet fshiks. Ka të përjullën 28 ditë shkanë faktikisht. Na kena djerë 26, 2 ditë ma tepër, ma shpejt, se pat kushtet e mira ushqimi. Edhe mësa i bëhet fshiks. Fshiksin do të djerë se unë e kam djerë në njërë primitive, se kur e kanë bëha dikur, po shpresoj me nëj projekt, faktikisht... Do të aplikosh për sëri? Do të aplikoj, unë do të qaj këtë gjë deri në fund, do të realizoj sat. Po sa kënaqësi është kur e nxjerrni atë fijen dhe si e përvishni basanën? Po, përvishet e nxjerret me shils me shegat egra, bëhet aja dhe kapet fija, futet në ujë. Asi zihet ujë, futet në ujë zime dhe nxjerret avash fija. Aty do në mjeshtri. Kjo është një dashuri e madhe, apo jo? Është një dashuri dhe është një... Kërë unë kam pasjen këtë punën e ndorë, se dhe kisha pasjen që i shmije, kisha qef, të mërësha me të. Unë vështroj të këty një cilësi të veçantë, tepër të veçantë, ajo që lidhet me menaxhimin shumë të mirë të punëve dhe me atë hapësirën perspektive që gjithmonë i krijon vetes dhe shoqeve tuaja të punës. Nuk jam pesimiste kur, për para nuk ka dhe momente ndoshta që janë, po vazhdoj hejtë, se tash ka momente që mi kthejnë mrap së projektet, edhe thoj nuk jeni për zjell, pret, nuk kthejnë mrap, vazhdoj, nuk nalem. Kjo e bën që dita të filloj gjithmonë me një ritëm të veçantë. Po ngaherë duart nuk të rrinë pa punë, herë të lulet, herë të bojatisja, herë të... Nuk je një drejtuese autoritare, apo jo? Jo, nuk jem vetëm më shumë. Ta shumë punoj se ti kam i bashkëpunim të shkëlqyme, ta i kam ma shumë se shoqe, tash nuk shqit nësa. Unë jam ma shumë punëtore dhe unë shaf ullëm, pastraj, punaj lule, gjonat, nuk e shafat se jam vetëm drejtuese. Punaj rresht me ta dhe i për aty në punë në 7 e hapi dhe deri në 7 darkës që e mylli punën, unë jam nuk shaf orar, as shaf. Shumë gjë e bukur, apo a lodhe shumë? Ka lodhe, po tash kam edhe mbështetje për i familjes, punëtorët, kam mbështetje për i djemve, për i burrit, kam mbështetje që mbështesin. Interesante sepse jo vetëm punon, por në këtë punë natyrisht mbulon hapësira të reja, vazhdimisht sheh për diçka tjetër. Kjo më bën përshtypje tek ty. Tash nga ky projekti që e morë me Lëviz Albani, unë do të shoh që të shtoj edhe kuzhinën.
Shtoj edhe kurset tjera që na kanë kërku, do ta bëj, do të heci më shumë. Unë kam pa llogarit vetëm këto, kurset e të zgjajit, futa parokërin, futa elektriqisin që kisha. Po e pash nga ky projekt që mora, nga ky takim me të rit, më dolen ide tjera, gjana tjera që do të shpresojmë që të na mbështesin në Vizë Albania, që ta vazhdojmë kurset e gjana. Sa kohë do zgjasin këto kurse? Kurset zgjasin 3 muaj zakonisht. Trit janë ikon pa pagesë, gjithçka dhe transport. Pa pagesë, edhe transportin, na kam ulu Lëviz Albania, shkojmë i marrim, i bim qendër. Të çfarë fshatrash janë? Janë fshatrat Pistull, Shelqet, Mid, Kaç, Nara që janë dhe Ulet, Hajmeli. Komplet zona? Komplet zona, kena qitë komplet zonën e bashkisë Valdez. Dhe kur pritet të fillojmë? Fillojmë mars, kena dhe 2 takime, më sa në prill, maj, qershor, kena kurset. Do t'i publikojmë Facebook, do t'i shohim. Natyrisht fillimi ka qenë me veten tënde, e më pas është shpërndar tek njerëzit, e më pas tek bashkëpunëtorët tuaj. Si është këtë rrugë që ti ke përshkruar dhe vazhdon ta shkruash me dashurinë tënde të madhe të punës? Unë e shoh një vazhdim, se kur tash që janë mundësit pa fundme, kjo rrugë që do të vazhdojnë, do të ecin përpara dhe do të... A mërzitesh ndonjëherë? As edhe njëherë nuk mërziten. As edhe njëherë. Të shkon ndonjë punim skarco për shembull që na kanë shkuar shumë gjana skarco, na kena përdorur edhe riciklimin. Kena fut edhe gjanat e riciklueshme, gjanat e metjeve, kena bë çanta, kena bë portofola, kena bë gjana, as edhe një gjan nuk shkon dam, as edhe një copë shumë e vogël e kena qitë në punë, e kena përdorë, në qoftë se një gjan nuk është sot e kohës, por na ka hinë punë me riciklimin. Kena bë maska, gjana, çanta, rrogica, pecet, nuk e di tëna. Çdo gjë, gratë për shembull kanë rrobat vjetra që sa shumë nuk i veshin, i bim atë të qendra, i lajm, i presim, i bëjmë rrogica, gjana që na kërkojnë, jo lokalet, jo gjata bëjtinat më shumë. Çdo gjë kena qitë në punë. E kjo do të thotë që ju keni edhe një me promocionin keni një punë shumë të veçantë. Edhe promocionin e bën ti apo ke ndonjë një mojnë djali, kam bashkëpunëtor, kam ja 2 djemë të ri që punojnë aty një mojnë, si të shkrimi projekteve, si kështu kam, nuk është se jam... Po mirë, ti shpërndash prodhimet tuaja të klientët tuaj. Natyrisht është një angazhim tjetër. Bashkëpunon me postat, me bankat, kena shpërndar mallin, post, bank, Facebook, Instagram, porosinat kështu janë. Të shej se kja koha, kena pa marrë pjesën e përpanajire shumë, po kja koha virusit në i ka shok pak edhe jenë na shumë, po kena vazhdu. Nuk e fsheh admirimin për punën tuaj. Një gru me kaq hapësira, me kaq dëshirë për punën, me kaq kreativitet, pse jo, dhe me kaq ta shpreh kështu me kaq ekonomi, ti realizosh të gjitha nga ora 7 në orën 7. Por unë jam shumë e bindur që dita nuk mbaron këtu sepse mendja është në punë. Në punë gjithë kohën, ka momente që ndoshta duhet me dalë edhe më herët, kena pas momente që kena dalë në 4 mjesit, kena pas porosin me dorëzu edhe dasht me bëm. Bashkëpunimi është më ata punëtore. Bashkëpunon edhe me bizneset të tjera për produktet e artizanatit? Po, bashkëpunoj me bizneset. Për shembull, me hotele? Me hotelet, me gjithkund kena porosi. Të shina të bëtë një lokalit, shina të bëtë molesat e tavolineve, jena në fund të i bëtë perden edhe të qenisën, edhe në 10 punument e zgja edhe të qenisën, jena të i bëtë perdet e lokalit. Hotelën Bajram Curën, gjithë ka, kuna shumë. Pra, i kalon hapësirat e Shkodrës? Pa tjetër, nuk dileja, po sa shos dileja me pagu punëtorët, me pagu rrogat e gjanat, po kina porosi,
Këtë në dalin në Kosovë, në Amerikë, kena qujtë e Shqipërosi me do çanta me flamuj me shqiponje, me gjana. Porosi e vogël ishte, po ishte kënë. Ti nuk thua jo asnjëherë. Ja, asnjëherë. Në çdo punim tëndin, ose të artizanëve të vaut të dejes, është pikërisht kjo dashuri e madhe për punën. Ta ka majtë Zoti shëndetin, kaq mashallah. Zotit, papa. E kështë jam mirë, përshëndet. Pak problemet e morë, se janë mosha bën veten. Jo, me këtë ritëm ti je befasuese dhe unë vërtet ndjehem jashtëzakonisht mirë me këtë mendje që ti ke, me këtë duar pune, me këtë dashuri dhe dashamirësi, bashkëpunimi që ti realizon. Ndërkohë që nga Melihaja, tashmë rreti i bashkëpunimeve është zgjeruar shumë. Sa vetë përmbledh rreth i zgjerimit të aktivitetit tënd? Mund t'jenë rreth 20 gra që jena, që punojnë dikush në dikush këtej, po si në qendër atë jena 5 punësume në qendër. Kurse kena punë se puna ju në është enjen e ban tjetër kush, mlimin e ban tjetër kush, edhe një kam gratesh për dome. Dikush që i ban brezat, e kam Shkodër i Gru që i ban brezat, ja qoj me i ban. Brezat, çfarë brezat? Brezat për veshjet kombëtare. Edhe veshjet kombëtare. Po, sa dhe këta i bajmë, se për i japim me qërane për shkolla, me porosi, kena qunë në Amerikë, në Belgjikë. Një menaxhim i jashtëzakonshëm. Po mirë, vërtet puna është kënaqësi e madhe. Po me pushu, kur pushon ti, Meliha? Gjallë, ko bolë për ne me pushu të shi, se të thosh është të Ke ndonjë dëshirë të veçantë, ndonjë prirje të veçantë jashtë profesionit? Nuk jam fakt kështu me dale ma shopririt, me hec më pëlqen, po koha jeme nuk ashtë se del shumë. Dilën nuk punojmë, dilën dalim me shoqet, me familjen, dalim. Së shpejti do bësh edhe gjyshe. Kjo natyrisht të gëzon, apo jo? Gëzon një shmaset. Do t'i rritesh ata në lipa. Pa tjetër. Ashtu si që shpirtin e ke plot mirësi dhe dashuri për punën, unë të uroj jetën në të gjitha korsit e ecjes të tillë, Meliha. Diçka shumë e bukur, vërtet kënaqësi të takosh gra të tilla që të frymëzojnë. Gra të tilla që i vënë shpatullat punës, por që kanë edhe një horizont për ta çuar atë më tej. Nuk qëndrojnë në një vend. E tillë je ti, Meliha. Vërtet është shumë bukur. Nuk janë shumë të shpeshta gra të tilla siç është Melihaja. Është shembull frymëzimi, pse jo, për shumë të tjera. Shembull i një pune që ecën, i një mbarësie gjithmonë në duart e saj, sepse gjithmonë e shikon çdo gjë me optimizëm, apo jo? Të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë që solle pikërisht këtë ndjesi të bukur, të shpirtit tënd të bukur të punës. Faleminderit. Të uroj që rrafët e bashkëpunimit tënd të zgjerohen gjithmonë. Që ato të rinj që do të trajnohen në kurset tuaja të vjojnë punën, të ata gra që ti punëson për çdo ditë të ketë frymëzime dhe hapa të rinj. Por në zemrën tënde të uroj gjithmonë mbarësi, shëndet dhe gëzime. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi sot që ishe në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit. Sot do të shkosh me njëherë në punë? Në punë, se më presin atje. Qa do realizoni sot? Sot tash jena të realizuat lokalet që jena të i bo me perde, me molesa, dikush ka që nisin, dikush ato qep, dikush ato kap fije, të janë proceset ndryshme.
Gra, ju uroj mbarësi. Na dhe të rritë që do të vinte puna të me prezentu po vendin e punës, të rritë e shkollës mjetë dhe jena me shumë punë. Të mora shumë kosot. Jo, Dhe të falenderoj për ardhjen këtu në studio. Unë besoj se pikrish këto minuta nuk kanë shkuar kot. Përkundrazi, ato që na kanë ndjekur, mbase janë frymëzuar që këtë ditë ta nisin me një hap të ri, ta nisin me dashurinë për jetën dhe punën, me hapin e perspektivës të mendimit të bukur edhe të krahëve të fortë të një gruaje. Të falenderoj shumë, Miriha. Ishte kënaqësi. Qofshi i nderuar.